Sot këna mrinë një situatë kur lëkura Albulina Haxhiut kushton 30 milion euro. Për besë, është e pashpjegueshme e pa kuptueshme. Më thonë, në qoftë se nuk zgjidhet Albulina Haxhiu, kryetare e kuvendit, ka mundësi, edhe gjasat janë reale, që vendi me shku në zgjedhje. Tash, unë s'po du me i me folë për procedurën, sepse ka procedurë dhe me shku në vendin zgjedhje do të më konstitutu. Qërë për të zëtë të ari, hala, mas 8 mbledhje sënë e kapi që ta. Dhe a i ka ato emocionet e veta, se Emocion, zakonisht emocion mund t'ket, po mos dalëm për teme. Konstituimin e kuvendit, do të më konstitu kuvendi edhe për me u bon një datë përshtatshme, për me shku në zgjedhje. Po në qofë se Kosova ka luksin që prapo e thëmë me pagu lëkurën e Albulina Haxhiut 30 milion euro, për një mena ose kemi lujt menq, ose në karo kush mësysh, sepse qështu nuk shkohet. Më thonë, nuk dhojnë asë një zgjidhje, nuk dhojnë asë një version me dal nga kjo situatë, të cilën e kam pru vetë vetën shumica në kuvend. Për një me kjo është një talje për shtetarët, edhe unë po besoj që u bo bol me këtë loj, sepse kjo hipokrizi vërtet u bo e neverishme edhe për neve si qytetar, po besoj që edhe për ata vetë aty, kur po dalin me prezentu, që që tha dhe zotin ju pasat, ta ju mbo një prezentu si i devotshëm, apo kështu diçka po e parafrazoj, që të lukës që na me bo humor në këtë gjendje. A fërdit, profesor, për e lojnë pak a fërdit? Gjë ma qesharake komi, për ndaj është kjo që pse mblidhet kuvendin në qofë se s'ka në një ndryshim. Qofë se nuk ka një komunikat për shtyp. Po është obligim, e kanë do këtë të detyrueshme me u paraqit atë. E qka në qofë se s'paraqitën deputat, thjesht, zvinë. Ramush Haradinaj nuk ishte të djelen, por dha një arsye. Lumir Abdigjiku nuk u paraqit sot, nuk e di deri tani a ka pas në Munën më smar dhe asnjone, sepse kjo Sanca Koti nuk ka nevoj më talë. Me bo Sanca Koti në qovë se nuk ka një detyrim, nuk ka një marrëveshje para prake, ose me thonë ndryshu kandidati, ose me thonë që i kemi bo votat, tash e kemi, po mëndoj mundësime edhe, hajde mbledhemi se i kemi bo votat. Po, hajde po mbledhemi kur asë gjithë s'ka ndryshu. Mos për i thejet menja dikujt. Kjo është shumë qesharake. Shtu 28 orë provë që janë mes, a hesh po menon që nuk po diskutojnë me zvetis, po miren me njëni tjetrina? A nuk janë të dita, që ka probleme? Nëse mes 28 orëve ka një ndryshim, atëherë mundet me dalë me një komunikat për shtyp, dhe për media me thonë që ka ndonë ndryshimi, filan deputetin a ka promtu votën, edhe i kemi po 61 vota dhe edhe e kryim këtë. Një herë lojmi për Duda Baljan, po diçka ndryshaj të nesër, mën? Po, s'ka rëndësia Duda e tjetëri problemi është që ta po shtyjët për shkak se nuk i ka 61 vota për qeveri. Edhe tash me bo më zgjedh kryetari parlamentit, atë i s'ka dona fatë dhe du të me shku në zgjedhjet të tjera, sepse opozita, me konë opozita që është, po mëndoj, e gatshme me marë pushtetin. Kush është opozit për ty sot? PDK, LDK, Aleancë. Se është opozit? Lisa Srpska, po është, po mëndoj, nejse... Ish opozita, hajde, se s'ka rëndësi, po mëndoj, për dim për kam po flasëm. Në qofë se kish me qeni sigur që mujnë me më marrë vesh me zvete dhe me bo qeverinë, pas dështimit të partisë më të madhe, atëherë ata kishin mja votu kandidatën për kryetar parlamenti, kishin mi shpenzu ato 15 ditë. Po këta po dojnë me votu, po jo Albulina Haxhiun, për shambull. Po jo mërës po dojnë me votu, se ta nuk është problem për ta Albulina. Se po mendojnë që është problem kur realisht konsiderohet si figura... Kur do që të vjen që aty prej vendosjes, është kukull Albin Kurtit, cili do që të vjen. Thuma njonin që nuk është
kukull Albin Kurtës. Mirë, profesor, jetu e thonë që deklarat veç pëse e din që zoti Kurti nuk e ndryshon? Jo edhe ndryshon momentin... Uno? Jetu e thonë që deklarat veç pëse zoti Kurti nuk e ndryshon kandidaturën e Haxhiut? Me qitë Fatmir Limajn edhe me i bo 61 vota dhe me e kryin mohabetin. Po e nuk e ka deputetin 61. E mendojnë që krejt brenda vetë vendosje se votojnë Fatmir Limajn? A i ka oferta pe deputet vetë PDK-s e të LDK-s që karshi ndonjë favori se diçka me dhonë votën, po a i nuk po është i gatë shumë cicjash. Mendoj me hi aty në mohabeteve. Nuk është që është cicjash, pa e të regimin të cilën e kanë dhe jam falë, sepse... Që mos të shërojmë diskutimin pa marrë filloj me shmendimin e regimin të cilën e kanë ndërtu në ndër vite, është që unë, edhe kjo zatën e ka pru në kitë pozicion, unë me këta nuk bashkëpunaj. Edhe kë tani, në se cilin verzion, kjo e lunat kartën që unë bëj gjithë shka, e flaki këtë vend, po me këta nuk bashkëpunaj. Ja, sa LDK-si të vërkojt letër. Rrit elektoratin. Po, për me plëcu elektoratin edhe ajë që është atje në Hamburg, me thonë, bravo, Bob, mos shëpe, me hojnë akur. Dhe me thonë, kjo është ideja, sepse kjo funksionon me logikin e atyne që rinë prapa televizore. Kjo e din sakt që ka dojnë ata. është mjeshtër e kësaj. është mjeshtër i këtyne të regjime që i paketon në rejshe. Që shfitu ndryshet, që to është e sinë. Jo, me adhonë votën e mërë, cilë do deputeti... E kujdojnë a rastin, për shemë nga isi i sargat e servis, e theke ku rizin kuvendit, theke ndëruar profesor, se ka të mirë ato, se ka përsen si shpejt. A fërdit, punë e lodhë shmë shumë këto ditë, sidomos për punën që ti e banë. Monotone, sepse na ka bo monoton, qka pret 28 orë dhe sërish është këthejt pamja njëtë, më thonë shfas një ndryshim, aj udhesi i kuvendit është i njëjtë, fjalit janë njëjta, aj që del me propozu është i njëjtë, votat janë njëjta, me përjashtim që sot pak vota për shkak se munganin disa nga deputetet e opozitës treme, më duket. Po, edhe Zoti Kraku ishte i zonë me punë. Por une, ne që tha që është problem me emni i Albulena Haxhiut, unë menoj që një nga arsyet që nuk merë ndonjë vot nga pjesë, nga partit tjera është pikrisht emni i Albulena Haxhiut. E kam thonë edhe pojre përsëris, Albulena Haxhiu ka qenë gruaja ma destruktive në lëvizjen vendosje. Nuk e ka atlet asnjë antar i partive tjera me adho Albulena Haxhiut. Me që thatë aj vendi... Kush merë për shumë përveç ndoshta Agim Batirit? Jo, unë nuk jam, unë nuk i takroj asaj atyne grupin njerëzve që thatë me propozu Agim Batirin, sepse talë, kush dhe që thatë, me propozu Agim Batirin është një farloj talje që pëban. Unë menoj që Saranda Bugujevci kishë marrë vota, unë menoj që Glau Konjusa kishë marrë vota, dhe mënë njën dy emna që mujtë me marrë vota. Po Albulena Haxhiu është e pa mundur me marrë vota. Diskursi i Albulena Haxhiut për tënë karjerën e vetë politike, nuk ka lo vend që mi dhati kush vota. Kjo Albulena Haxhiu është që ka dole ka thonë te ka Dreveseli e kriminal, kjo Albulena Haxhiu është që nuk di qa si ka thonë këtyne partive. Plus, nuk është që e ka edhe vetë backgroundin e vetë politike ka aqë të pastër. Në tu qenë Ministre e Drejtësisë, disa ligje i kanë dalë anti-kushtetusën, që nëse kjo kish pas moral, politik, në atë momente u dasht me dhonë dërheqen nga kur kushtetusja ka këty ligjet. Do me thonë, nuk ka as background politik. Shta këto, që për atë figur të ati pozicioni kërkohet pak një figur ma unifikuse. Jo qifti Albulena Haxhiut si dyshohet si e kap nervoza ta nal mikrofonin, stalen iniciative në shku. Do me thonë, stjeljet e saj janë të Albulena është femër, është gruaja më e votuar. Edhe kjo është arsye. Ajo është ma e votuar në kuadër të lëvizjes vetëvendosjes. Ka nëse opozitës është tu konvenu. Albin Kurtin këshire sajnë të votuar. Ka nëse opozitës është tu konvenu ky emër edhe edhe vetë opozita nuk është e gatshme me vazhdu tutje. Po dëgja këto partit që kanë qenë opozit nuk kanë çka bojnë për momentin. Sepse pozicioni tyre është i tillë, nuk kanë dalë të parat, jënë dyta, tretat, katërtat, nuk kanë të drejten me propozu emën për krye parlamentar, kështu që pelujnë rolin e vetë. S'po na po thonë,
ndroja emnin, Ramushi ka thonë sakt, cilët emna i kishë votu. S'ka drejt, Memli i tha ndrone emnin, pastaj e shikojmë, Lutër Kroja është në pozicionin që ka qenë, dhe më thonë, nuk është që nuk ka solucion vetë vendosja për me etë stutje për para, por po e bënd blokadën me qëllim, sepse si ka numrat për qeveria dhe po pret mos po lodhe dikush. Por unë menoj që këto parti tjera nuk duhet më lodhë. Letë sartë i thirin, letë shkojnë, po më lodhë nuk duhet.